Avokat, një deklarat gati të fort ka bërë aktori Lart Vasili, ku është shprehur që ta e tij kur ishte e vogël ka vdekur si pasojë që i kanë marrë Në 74 po ta them unë. E dinim të tërë në Tiranë që kanë vdekur mbi 50-60 fëmijë u kanë marrë gjakun, edhe thoshin është lindi fëmia e vdekur se edhe nuk ka jepnin fare. Dhe një nga ata fëmijë që ka vdekur në tetor të 74 është fëmia im. Lindi për bukuri djali, mbas 4 ditësh na thanë ka psuar tromboz. Pson tromboz një fëmijë 4 ditësh, 5 ditësh. Dhe kur e pasha ishte sterzi. Pra hequr gjakun komplet. Dhe kjo është bërë dhe gjakun e ka marrë diktatori. E pagoft atje ku ka vajtur, se do ta paguaj atje. Pra është histori e vërtet? Është histori e vërtet, në Tiranë e dinim të tërë. Por nuk mund të flisi, se ata, se krimi, kur është krim shtetëror, nuk lë gjurmë. I fshin gjurmë, që ka të tërë ndorë që të fshin gjurëmët. Ndërsa kur është krim ordiner, zbulohet me njerë, tjetër që këtu nuk duan të zbulojnë as krimet ordinere, se janë të mbështetur nga shteti, bandat e organizuara. Banda me madhe organizuar është partia e punës komuniste socialiste demokratike e Shqipërisë. Këto janë dy bandat më të mëdha të organizuara kriminale në Shqipëri. Këto janë që të vrasin natën dhe të qajnë ditën, që zhdukin gjurmë dhe mohojnë gjithçka. Po krimi me fëmijët, me foshnjat të Tiranës është bërë, e dinin, ishte hapur domethënë. Si është që nuk mund të protestonim edhe nuk kishim mjetet e informacionit masiv që të protestonim, por e dinim të tërë. Po i merrin në maternitet apo? Që në maternitet. Ate që grupi mjekëve dhe infermierëve që mbuloni çdo gjë, dhe nuk u fliste dot se të ktheni krahët. Se trembeshin se u te koka. Po pse e merrshin gjakun? Prenverin. Ishte ndonjë Mbas infarktit atij i jepnin gjak foshnjës me qëllim që t'i zgjatë jeta. Sado që u munduan, nuk e zgjatën dot jetën. Mbas 11 vjetësh u qërua në kjo botë. A ka raste, keni pas raste të tjera që keni folur me prindër të tjerë që ua kanë treguar një histori? Në atë kohë po. Në atë kohë po. Kam biseduar në atë kohë edhe me infermierët e maternitetit që nuk jetojnë më tani, ishin 2 zonja, që më thanë të vërtetën. Zaçe më thanë qepe, se zhdukesh. Po kjo bëjmë bashkëpunim me doktorët, me infermierët, Atje, vetëm sekret që nuk mund të bëj atje. Thjesht të tërë njerëzit që merrin pjesë në atë grup, kanë të tërë të betuar dhe të mbyllurgojnë. Po ishte kur që erdhi nga të huaj që i thanin që mund të shpëtoje Enver Hoxha që bëri këtë gjë apo si? Si ishte kur, ishte merr gjak e gjak. Gjaku i foshnjave është super i pastër. Më i pastër s'ka ku shkon më. Dhe ata prandaj bënin atë punë. Po mjekët me infermierët ju kanë kërkuar llogari prindërin që kanë mësuar këtë gjë? Diagnoza që lindi i vdekur, ose lindi me probleme në zemër. Vështire kanë mjekët të vënë diagnoza mbi keq tani. Je gazetar me moshë të pjekur tani dhe e di mirë se çka mundësi të bëj mjeku, prokurori, polici. Kur të duan, deformojnë dhe transformojnë ose prishin provat. E kanë ata në dorë. A ka dokumente të shkruar që vërtetojnë këtë ngjarje? Po të kishte dokumente të shkruar se kishim lënë pa i botuar e pa i hedhur, po s'kemi ku të gjejmë, se ata nuk linin gjurmë, ata thashin në fillim, nuk linin gjurmë në krimin që bënin. Pas 90-s jeni munduar të sqaronit diçka? Me kë? Te kush? Me mjekët, me... Po pse çfarë ndryshojnë pas 90-s? A nuk kanë ata në pushtet prap? S'ka ndryshuar gjë. Thjesht e lanë popullin, shko që bën. I hapër rrugën tikte dhe ikën, mos harrova porin Vlora, mas e ke parë videon dhe foton. Ikën me mira njerëz, eksodi masiv. Dhe kush do fliste? Edhe ata që dinin ikën jashtë shtetit, kush e di nga janë degdisur, nuk guxoi njëri të fliste, s'mund të flasin. S'ke prova, kur s'ke prova, s'akuzon dot.
Ka pasur ngjarje të ngjashme që kanë ndodhur në atë kohë, që janë mbajtur të fshehta? Janë mbajtur vrasje të fshehta sa të duash. Për shembull, unë do kujtoj deklaratën e Liri Belishovës për Nako Spiron. Për Nakon thanë vrau veten. Në fakt nuk vrau veten, thoshte e ndjera Liri Belishova, e vranë, thot, dhe e lanë, e çuan në spital dhe nuk më lanë, thot, të atakoja, që ishte në agoni, mbi 50 minuta, do më gati 1 orë, derisa ati i tërë gjaku dhe pastaj më lanë mua të brenda, thot, pra e lanë të vdiste. E thonë vetë, këta si them unë. Aludon ajo Vito Kapo, me shikojnë një intervjistën që ka dhe në media. Që thot, Hysniu, thot, e helmuar në vra. Se them unë, e thot Vito Kapo. Pra, ata kështu i kanë bërë. Një pjesë të vrasjeve i kanë bërë ditën për diell. Ata vranë Liri Gegën duke qenë shtatzan me fëmijë bashk. Ata nuk pyesin, në veri nuk pyesje për pushtetin e tij. Dhe edhe këta një lloj, po këta si vrasin do të më tani, vetëm që bëjnë o i hedhin nga kati 5, bëjnë vetë vrasje nga kati 5, o vriten në aksident në gjuhë e tij, o rrëzohet benci në qafë krab, i vrasin kështu tani. O vdesin nga duke bërë check-upin në Itali, vdesin, po prap i vrasin kundërshtarët. S'ka ndryshuar gjë, po ata janë. Avokat, a duhen hapur dosjet dhe ata që kanë bërë krime në kohën e komunizmit? Kush të hapi? Kush? Ata që kanë bërë krime të hapin dosjet, harroje. Ja fëmijët e tyre, niprit e tyre. Ke akoma njerëz dhe persona, individ, që kanë bërë krime dhe janë në strukturat më sekrete të shtetit shqiptar. Nuk e lëshojnë pushtetin ata. Të lënë të flasësh, të bësh çfarë të duash, po kur vjen puna te bërtha më e ngushtë, e shkurtër, më e mbledhur, më njeshur, si thuash, më koncize, bëjnë lisat e mbyllura. E thot, këta që janë lisat e mbyllura, këta do e bëjnë deputet, ata s'flasin kurrë. Prandaj pushtetin këta e mbajnë me forcë, me dhunë dhe me demagogji, me mashtrim. Me mbështetjen e miqve tanë perëndimor, evropian, si puna e shokut Gonzato, si e ka ai LGBT-qja. Ai vjen këtu dhe udhëj dhe protestën e atë marshimin e LGBT-qve. Këtu jemi katandisur. Ka vdekur në geni shqiptar, dellë shqiptar. Po ndiqja sot, kur më morët ju në telefon, po ndiqja një këngë të Brataj të Vlorës, që thot në Brataj Bori Ara, dhe thot Bimbashi, ku janë në rritur këta, thot ku janë rrit këta gjërpëjnë, janë rrit në ata shkëmbëjnë, ku rritet bredi parëj, se ishin mbledhur 300 djem për të shkuar në Nizam në kohën e Turkut, dhe Bimbashi la mendjen ku i kishin gjetur ata djem, ata lisa. S'ka më nga ata, s'kan lënë rënjë pas. Kanë vdekur shqiptarët e Mirfield, shqiptarët e vërtet, shqiptarët që udhimse të kjo tokë. Kanë bredhër të tërë tani pas fustanve, pas veturave, pas resorteve, pas qefeve, pas shthurjes, se shthurja është gjëja më e lehtë që mund të bëjë njeriu. Degradimi moral. Është kollajt fare. Morali është vështirë të mbahet sot. Dhe mirë ata që janë si puna ime që duan të jetë familja e shëndosh, të jetë atë dheu i shëndosh, të jetë Shqipëria e pastër nga të huajt. Ne jemi specie në zhdukje.